Pylli i sodës po shfrytëzohet në mënyrë të paqartë dhe jashtë çdo kontrolli institucional. Një kontratë e Bashkisë së Vlorës me subjektin Merilin Gjini për shfrytëzimin e 12 ngastrave pyjore parashikon pagesë vetëm 4.5 milion lekë të vjetër, një shumë minimale për një zonë me rëndësi ekologjike dhe turistike. Por kontrata ngre pikpyetje serioze, edhe pse mbyllet në korrik 2025, për 3 ngastra parashikohen punime deri në dhjetor për te çdo afati ligjor. Asnjë institucion nuk jep shpjegim për këtë mospërputhje. Blu Televizion kërkoi projektin teknologjik të shfrytëzimit, dokumentin ku duhet të përcaktohet lloji i drurve, sasia, markimi, depot, destinacioni dhe procedurat, por ky dokument nuk ekziston. Në terren mungojnë stipat e markuara, mungon ndarja sipas cilësisë, mungon çdo shënjim dhe çdo pikë depozitimi. Punëtorët nuk din të thonë ku shkon lënda drusore, ndërkohë që kontrata kërkon dokument transporti dhe verifikim nga bashkia për çdo metër kub. Pamjet nga pylli i sodës tregojnë prerje të drurve të shëndetshëm, jo atyre të dëmtuar, çka tregon se kontrata e pastrimit është ndruar në kontratë shfrytëzimi, ndërkohë bashkia nuk ka vendosur asnjë gjop, nuk ka bërë asnjë sekuestrim dhe nuk ka hartuar asnjë proces verbal, pavarësisht detyrimeve të qarta në kontratë. Në terren punimet zhvillohen me një mungesë të plot transparence, nuk ka tabela informuese, nuk ka të dhëna mbi sasinë e prerjeve dhe asnjë institucion nuk ofron informacion zyrtar mbi vëllimin e drurve të nxjerrë nga zona. Kjo mungesë dokumentimi jo vetëm bie ndesh me kontratën, por krijon terren për abuzime dhe përfitime të paligjshme në kuristë të një zone të mbrojtur. Edhe më shqetësues është fakti se kontrollet institucionale janë sporadike dhe të cekta. Zyrtarët që shkojnë në terren mjaftohen të konfirmojnë se firma ka leje, pa verifikuar as markimin, as tivimin, as projektin teknik që duhet ishte bazë për çdo ndërhyrje. Kjo sjellje tregon një mungesë të plot të vullnetit për monitorim real dhe lë të hapur dyshimin se kontrata është lënë qëllimisht pa mekanizma kontrolli. Me çmimin e tregut prej 80 eurosh për metër kub, fitimi i firmës dyshohet të jetë shumë fish më i madh se ajo që paguan për qiranë e pyllit, ndërsa humbja për bashkinë është e ndjeshme. E në mes të kësaj paqartësie humbësi vetëm është pylli i sodës, mushkëria e Vlorës, i cili në vend që të pastrohet dhe mbrohet nga zjarret, po shfrytëzohet me procedura të paqarta dhe pas një kontroll real institucional. Ndërkohë komuniteti vendas po alarmohet nga transformimi i pyllit, zonë që përdorej për rekreacion e turizëm, po humb densitetin dhe pamjen natyrore. Prerjet e pakontrolluara cënojnë biodiversitetin dhe rrisin rrezikun e erozionit dhe zjarreve gjatë verës. Në një kohë kur turizmi konsiderohet prioritet për Vlorën, shfrytëzimi pa kriteri i pyllit të sodës rrezikon të dëmtojë një nga setet më të rëndësishëm natyror të qytetit.